mbledhur gatime shqiptar nga gjitha trojet etnike. Me aktivitete shqiptare jam i angazhuar që moti që shko si student, por tash në kohën e fundit jam i angazhuar edhe si kryetar i shoqatës humanitare Garana në vendlinjën e ime prej Kuvit, Garan Kërçov, edhe merrem me aktivitete kulturore. Jeni lindrit në Zvicër apo jeni ardhur nga Kërçova? Unë jam ardhur prej Kërçove, kur kam qenë 19 vjeçar. 19 vjeçar. Domethënë hapat e parë, gjitha mësimet e para i keni mësuar në Kërçovë. A mundesh më tregu pjesën që e përjetove kur erdhe nga Kërçova këtu në Zvicër? E kam përmjetëruar mirë, kam pas këtu familjen, babain im, jam kyçur, integruar në sistemin zvicran, kam filluar studimet këtu, mjekësi kam studiuar, edhe punoj tash si mjek kirurg në spitalin e Dornahut, afër Bazilit. A ishte për juve pak e vështirë për me lënë Kërçovën, me qenë se është vendlindje? Po, ka qenë vështirë, ende si ta mallem për vendin për Kuvin, por me kohën jemi adaptuar. Tani kur po i shohim shqiptarët kështu të mbledhur në Cirek, në Zvicër, çfarë ndjenjë është për juve? Është një ndjenjë shumë e mirë, shumë emocionale, jemi mbledhur gatime shqiptar nga gjitha trojet etnike, posaçërisht nga Kosova, Republika Maqedonisë, Shqipëria, si historiani Paulin Zifi, nga Mali Zi, rreth rrotove, nga Lugina e Preshevës. Pa do të ketë kjo aktiviteti fundit apo do të kemi aktivitete të tjera këtu në Zvicër? Në Zvicër ka çdo herë aktivitete të tilla, ka shoqata të ndryshme, kulturore, dhe ka për herë aktivitete që organizohen gati çdo vit.